Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sot jemi me 8 dhjetor. Me 8 dhjetor të vitit 1980 u vra John Lennon, muzikant, vokalist, kompozitor, njeriu që me grupin e tij Beatles bën revolucion jo vetëm muzik, por edhe në politik, edhe në jetën sociale, edhe në mod, edhe në të gjitha. Pra, ato përmbysën gjithçka nga e vjetra konservatore angleze dhe futën në rinin në një rrugë të re, ku tashmë rrugët e Liverpoolit dhe të Anglisë mbusheshin me ndjekësit e Beatlesave dhe më vonë në gjithë botën bar ku ata shkuan. Po me 8 dhjetor të vitit 1990, në melodinë e Beatlesave Let It Be, studentët u ngritën në Tiranë. Si u ngritën, si u manipulua ajo lëvizje, që nuk është lëvizje në fakt, por ishte sepse sqarojmë, lëvizja ka shtrirje në kohë dhe në hapësirë. Nuk mund të ketë lëvizje përmbysje të organizuar politike brenda 2 ditëve. Pra, a ishte orkestruar, a ishte e menaxhuar nga lartë, dhe si na rezulton sot ajo që ndodhi me 8 dhjetor, për këtë do të diskutojmë me Arber Hitaj, analist, gazetar dhe njëkohësisht mik i imi. Zoti Hitaj, mirë se ke ardhur. Arber, më mirë. Malia, faleminderit. Nëse ishin gjithmonë. Tashti, e nisa jo pak për zërin, po. Po. E nisa jo pa qëllim me Beatlesat, dhe si ti je më i ri, kurse unë jam një brez që i takoj asaj gjenerate dhe ato ishin idhujt e rinis Tiranës, në atë kohë, e theksoj Tiranës, por edhe qyteteve tjera, sepse një frym pro-perëndimore, një frym, një vokacion oksidental, edhe në Tiranë ka qenë një bërtham të Tiranës. Një pacifizëm botror. Po, e vërtet dhe kjo, sepse kjo lidhet dhe me 68-ën, kur u bë Woodstock, që ishte revolucioni seksual dhe janë mbledhur në Woodstock 500.000 njerëz dhe nuk ka pas një gërvishje. Kurse sot po të mbledhen 50, vriten 25. Tashti, problemi është ndërsa Beatlesat bën një revolucion paqësor dhe përmbysëm shumë gjëra të vjetra, 8 dhjetori i 1990-s në Tiranë, filloi me muzikën e Beatlesave, por degeneroi në një tallava në mendimin tim, dhe këtë e kemi më të qartë se kur sot se çan ndodh me politikën dhe pikërisht me atë partinë që erdhi me tingujt e Beatlesave dhe ka përfunduar me qeleshet e me çiftelit. U bë keq. Filloi mirë, por më pas u bë gjithçka keq. Si filloi mirë, se po të kishte filluar mirë, nuk do të përfundonte kaq keq. Unë pikërisht ke fillimi e kam. Unë ke 8 dhjetori. Filloi mirë nisja, po them zanafilla, ideja. Filloi me Beatles. Kush e kishte idenë? Filloi me. Kush e kishte idenë? Se s'kishte ide aty. Po atë ide për ta ndryshuar. Nuk po them për ide politike, me sa mbaj mendun edhe te Partia Demokratike, me sa mbaj mendun, kam qenë i vogël, po me sa kam lexuar arkivat, dokumentat, ata që ishin bërthama ishte cilësore. Kush ishte bërthama? Ka qenë Pashko, Gramos Pashko, Gensruli, ka qenë një bërtham cilësore, të cilët po të shikosh nga themeluesit e Partisë Demokratike, më pas u zhdukën të gjithë. Po, kjo është e vërtetë, gjithse gjithë vishin nga strukturat e regjimit. Patjetër, ata ishin pjesë, po ishin të pakënaqur. Ishin një frym më liberale. Ishin liberale. Dhe Gramozin e kam njeh personalisht, Gramozi ka qenë, domethënë ke shtëpia Gramozit dëgjoheshin në disket e Richardsit, e stansave. Ja imagjino, Janis Joplin që në vitet 70. Pra, unë kam një lidhje të largët familjare me të. Po. Prandaj e kam pak ndoshta edhe unë të gjallë, po dhe të thënë nga njerëz të afër, edhe me Gensrulin, dhe prandaj po i them këta emra.
Dhe disa i kam edhe dëshmi nga vetë ata që mi kanë sqaruar. Pra, bërthama e parë ishte pozitive, ishin të mirë, ishin fëmijë të cilët ishin... Po këtë në këtë bërtham nuk ishte vetëm Gramozi me Gensin, ishin dhe të tjerë. Kishte të tjerë, po këta po themu si ideologët një pjesë, ka pas të tjerë ti i di më mirë se mua se i ke jetuar më dhe i ke më të gjalla ndoshta. Por filloi mirë, nuk është se filloi keq, dhe ishin këta që ishin fëmijët e komunistëve në klapa, gjithmonë drejtuesve të asaj periudhe kohë, që krijuan dhe panë se bota funksiononte edhe ndryshe. Këtu në që se mund ndërpres një minutë, edhe revolucionin borgjes francez e bën fëmijët e borgjesve. Pikërisht. Edhe këtu, sepse këto ishin më të parë, ishin në më të përprekshëm. Kishin bërë dhe shkolla. Po kishin bërë dhe shkolla, pa kishin diskutim. Kishin literaturë të jashtëzakonshme. Por klasa e përsekutuar kishte shumë hendikepe. Një e para ishte e friksuar. Po. E dyta ishte, duhet ta themi se unë kam pa dosjet, edhe është një të merrim. Ti e di më mirë. Po, ishte e kompromentuar një pjesë e mirë e saj. E treta ishin nuk e kishin atë frymën liberale, frymën demokratike, po u keq përdorën pikërisht nga Partia Demokratike, sidomos lideri i saj Sali Berisha, dhe rrjedha dihet se kush ishin ata që ishin të fut nga sigurimi, dihet se kush ishin ata të cilët kishin ardhur për të përdorë, dhe prandaj dhe shtresa e persekutuarve politik ka përfunduar në këtë drejtë sot, që nuk kanë më asnjë lloj autoriteti dhe asnjë lloj moraliteti për mënyrën se u shpërdoruan dhe u keq përdoruan, dhe sot e kësaj dite vazhdojnë keq përdorohen dhe shpërdorohen. Vazhdojnë, se këtu e kishe. E drejt, por ka një gjë lirë që është, kemi të bëjmë me 45 vjet. Pra 45 vjet e cila ishte një sistem shumë i fortë, shumë i ashpër, dhe ne nuk mund të themi dot unë, pavarësisht kritikave që mund të kem, se e vërë edhe në kohët e sotme, nuk mund të mas aksionet e dikujt me kohën e sotme. Pra një pjesë e tyre nuk kanë pasur faj, nuk kanë pasur mundësi, sepse nuk ishte e lehtë, dhe se të njëjtën gjë gjykoj dhe shikoj edhe për çështje aktuale që nuk dua të ndalem, edhe pse kam shumë për të thënë, sidomos për situatat që po ndodhin në lindjen e mesme, por pra gjykohen me metrin e një njeriu që është në shtëpi në kohët e sotme, çka ka ndodhur para 100 vjetësh edhe më poshtë. Por gjithsesi, filloi mirë me sa kam parë unë, me sa kam lexuar, dhe u mbyll në mënyrën më të keqe, sidomos me pjesën e 92-shit e mëtej që njerëz që nuk kishin dhënë kontribute, njerëz që kishin qenë pjesë e sistemit dhe pjesë e sigurimit të shtetit, me sa kam parë, u ngritën në nivele drejtuese, madje shumë njerëz të asaj periudhe që kanë përjetuar thonë që një pjesë që kanë qenë të infiltruar direkt në sigurimi ishin të grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ishin nga kryesia parë. Dhe të kryesia e të tjerë. Pra, unë besoj që kjo ka qenë zanafilla e gabuar, dhe aty u shua çdo gjë që mund të ndërtojë gjithçka mirë, sepse nëse ti e krijon që në themel një strukturë kaq të dobët, dhe një strukturë që është ndryshe nga e kaluara në letër, por është me të njëjtët persona që kanë qenë pjesë dështimeve të kaluarës, automatikisht nuk mund të bësh diçka më mirë. Por idealet atyre të rinjve, me sa disa i kanë idealet është fjalë shumë e madhe. Erber, se ti nuk e ëndrat. Ëndrat, po i heq fjalën ideale. Nuk ishte ideal dhe nuk ka ideal ky vend, se po të kishim një minimum idealizmi, nuk do të ishim këtë gjendje që. I them ëndrat, e heqim. Tash ti, ajo ishte se unë kam përjetuar, fal se jam më i madh. Ti e di më mirë edhe. E kam përjetuar. Ka qenë një mini minorancë që kishte një lloj as idealizmi, po të them, por një lloj fryme dhe një lloj revolte për këtë pengesë që i bëj regjimi për këtë frymë perëndimore. Ka qenë edhe në Tiranë një mini minorancë. Harroj se ne kemi patjetër. Po, dhe me rënien e një pasnjëshme sigurët e dominos të Europës lindore, që ishte skema e luftës syze e Reaganit në 81-shin, që tha do ta çojmë Rusin, ne do shtrëngojmë një brim rrypi, ato do të ngordhin për të hëngur, dashur ndodhi, ran kampet një pasnjëshme, dhe ne nuk kishte frymtu, se ne deri ditën që është pushkatu Ceausescu, nuk kishte absolutisht asnjë lëvizje çdo gjë. Na aty filloi, e vërtetë është. Më fal se e kam jetuar këtë periudhë. Dhe mas vrasjes Ceausescut,
u kriju një tension nga vetë regjimi sepse menun mos t'i ndodhi ajo që ndodhi në Rumani. Dhe nga revoltat deri në janar, ato kanë qenë revoltat pa kontrollume dhe revolta të një gjendje të mbrëmshme, nuk po them idealizëm, s'do ta përdor fjalën idealizëm se çfarë idealizëm. Revolt, dakord. Po, revolta për një frym perëndimore, për atë çka punon dhe ishin revoltat e janarit, shkurtit, marsit, ngjarja e ambasadave. Deri në këtë kohë, deri në dhjetor, nuk ka pas asnjë lëvizje nga këto studentat që i bëjmë në ndritar të mëdhej, dhe asnjë lëvizje nga elita intelektuale që quhej. Pra, në gushtin e 90-s, elita intelektuale që i thirri Ramizalia dështun me turp përpara takimit me Ramizalis, sepse Ramizalia i tha ç'mendoni, edhe i provokoi. Ç'mendoni për pluralizmin politik? Shkrimtari i marr tha, unë nuk e kam qartë që është pluralizmi politik. Asnjë nuk kërkoi, sa Liberisha që këto e bëjnë më të madhe, kërkoi pluralizëm mendimi, domethënë tjetë pluralizëm brenda partisë. Pra këto botës i kishin ra, botës komuniste ra brekët në fund konve, këto ashtu vazhdojshin me pluralizmin brenda partisë. Pra intelektuali, siç e quajnë vetë këto janë shumë taft në fushat e veta, se Liberisha si mjek ka qenë një nga mjekët më taft këtu. Për mos thonë më jaftin në fushën e vet. Por për sa i përket rolit tyre intelektual, këta kanë dështu me turp për faqet zezë dhe turpi i tyre vazhdon dhe sot kur duan të marrin përsipër që këta kanë bërë lëvizjen për regjimin kundër regjimit komunist. Janë dokumenta dhe të them të fundit, përse sot e kësaj dite, dhe ta lej ty bisedën për të bërë qartë, përse sot e kësaj dite nuk hapen dosjet, se kur thatë ju, unë nuk du të gjykoj njëri, nuk para gjykoj njëri, dhe du të gjykoj njerëzin kontekstin e kohës. Nuk i gjykoj pse kanë qenë spion. Por, në qefja që i bëjnë ata, dhe turpi që ndjen ata për të deklaruar që po zotëri, Ilir Demalia mbani spion, më dhunoi, ky filan sigurim, ky, dhe nuk do të ishin këtë gjendje që pikërisht ato që i kanë dhunu këta për të bërë spion, ato i sillen këtyre prap me një prepotencë dhe arrogancë i thonë të kam dorë. Po e kam unë. Dhe duhet hapeshin dosjet dhe nuk janë hap ende, sepse duhet një ligj që kryeministri Rama e ka me 83 vota sot, që kush është në politikë, kush është në jetën publike, në gazetarin, media, kush është në jetën akademike, duhet të marrë një dokument që unë e kam marrë, nuk e kam këtu tash, po e kam paraqit. Po, ma ke treguar. Po, kam treguar. Një dokument, megjithëse unë kam qenë me dosje, duhet ta sqaroj këtë se është bërë dhe një mision. Megjithëse unë kam qenë me dosje 2A, e ndjekur me 2A, që është faqe 6 faqe dosje, por prap kam marrë këtë dokument. Pse ç'ka ndodh? Ka ndodh, siç ka ndodh me një poet, Klezhës, që na erdhi në Tiranë mas ne, për dënim, nga që ishte ndekje me 2B, kur ja qitën dosjen dhe me material shtrëngues e kompromentuar, ai na erdhi në lidhje shkrimtarëve si dënim dhe me shpinë qendër Tiranës, Muke Flora. Dhe shkruajti një 2 faqe poezi për partinë, dhe u bë bashkëpunëtor. Pra, edhe në këtë rast duhet, dhe unë kam marrë dokument që filan unë i nënshkruaj me Ilir Demalia, s'kam pas punë me sigurimin e shtetit dhe nuk kam pas privilegje. Pse thënë? Se ende sot i keti pak ka ngel, sepse ikën 35 vjet. Patjetër, ikën pak ka ngel. Por ende i ke sot i ken parlament, i ken politik, i ken në media. Po ka një gjë, edhe për dhe pse refuzojnë këto? Pse kanë kajtëron këto që kanë morën në Llasi Shkova, unë s'kën ta morën. Kjo autoritet dosive, ja jep deklaratën. Pse? Ka një gjë, Ilir. Jo, du them që e gjithë kjo nuk ka qenë nisë në mirë, ka qenë ajo që tash fillim, që e gjithë ajo që ndodhi në dhjetor ka qenë e menaxhuar nga pushteti. Patjetër, këtu bie. Sepse edhe liderët e saj, Sali Berisha dolin nga komiteti qendror mas takimit me Xheligjonin dhe Azem Hajdari po ashtu. Ka qenë nga të rinjt. Shiko, megjithatë për të bërë pak edhe polemik dhe diskutim me ty, unë i kam. Tash Italia sepse e kam jetu, i kam ndjek, i njoh si personazhe, i di. Ti i ke përjetuar ndoshta edhe nga afër, unë i kam të lexuara me materiale, me arkiva, me dokumente, por ka një gjë, pra aty nuk filloi mbar. Pra, u nis mbar, u bitis shumë keq dhe që nga një moment pastaj nuk mund të themi dot për një drejtësi të qartë politike, për një politikë të mirë, të pastër, sepse aty duhet nisej mirë.
Dhe fakti që nuk u nis mirë, ne prandaj kemi këtë situatë ku jemi aktualisht, që klasa politike mezi pastrohet, mezi ndrohet, mezi rregullohet, dhe mjafton të shikosh që nga që kam punuar me njerëz që kanë qenë shumë problematik me dosje, janë të njëjtë persona që enturazhi politik i Zotit Berisha janë pothuajse të njëjtë persona që janë nga viti 92. Pra janë njerëz të cilët kanë pasur shumë probleme dhe që mbahen, nuk po them shantazh, po mbahen peng dhe janë njerëz të cilët çfarë lloj situate nuk do ta tradhtojnë asnjëherë Zotin Berisha, sepse në situatë ku ata kanë menduar që prekën fundin, siç ishte shëmbja e regjimit, ata patën një dorë të ngrohtë. Bravo. Dora ngrohtë, e cila ata ngriti prapë përsëri dhe i mbajti në një lojë që i bëri faktor në këto 30 vite, dhe një lojë që i ka mbajtur përsëri në nivele të larta. Jo, i bëri faktor, po faktor për keq, sepse nuk arritëm në nëjmë do të një demokraci liberale, nuk arritëm të ndërtojmë shtetin e drejtës, nuk arritëm të vendosim drejtën e pronës. Nuk intereson kjo gjë. Tre kolona që janë kryesoret për zhvillimin e një shteti, e një kombi, të treja këto ne kemi akoma në rënoja. Te çështja e pronave, për shembull, është një masakër e vërtet. Mjafton të kujtojmë që Shqipëri ka mbi 2000 ca të vrarë për çështje pronash, që nga viti 92. Pra, imagjinoni se sa probleme janë trashëguar nga viti 92, 93, 95, 96. Pra janë gjithë këto probleme që po mbizotrojnë që nga periudhë kohe. Pa i hyrë drejtësisë, po meqense kemi një drejtësi të re e cila po lëviz, nuk po i hym shumë meqense ka një lloj shprese. Dhe aty u krijua keq, dhe pasojat e saj ne i vuajtëm dhe po i vuajmë ende sot e kësaj dite. Për të rikthyer pak tek politika, kemi një parti demokratike e cila fatkeqësisht ka ngelur penge historisë saj në klapa gjithmonë të lavdishme të kaluarës. Pra, pavarësisht si kanë qenë rrethanat, ne po ja quajmë këtë lavdi. Pavarësisht se ti e the shumë mirë që është një lavdi e stisur, është e manipuluar, pra ne gjithsesi për shkak të distancës nga vitet të rinj. Nuk është bërë transparencë më për atë moment. Po, asnjë nuk ka treguar të vërtetën akoma. Asnjë nuk ka treguar të vërtetën. Po ne po themi që pavarësisht kësaj, krijuam disa heronj politik. Pra, u krijuan disa heronj politik. Heroj është fjalë e modhe, sepse edhe herojt ishin pjesë. Ligjërisht i kemi, Po ligjërisht më e di, po. Kemi emra shkollash, po gjithsesi nuk po i hy. Un arber kampanjë dosje. Du ta përmend emrin. Që po të hapet publika ajo dosja është shumë e rëndë për gjithë ne si shoqëri. Një njeri që ne e majmë si mit për me tregue, deri pagesa nga sigurimi i shtetit. Nga cili vit apo? Tash s'ka rëndësi. Ai që e negjoja e kupton çfarë është fjala. Megjithatë, shiko, un kam qenë shumë kritik Demalia si puna jote me gjitha individ, por duke lexuar, duke thelluar pak edhe në qasjen që kam patur sidomos vendet e tjera komuniste pas rrëzimit. Intervista të shumta që kanë bërë njerëz që ishin të lidhur me sigurimin e shtetit, kanë marrë pagesa, kam ndjekur një gazetar shumë i njohur polak, i cili gjithashtu kishte qenë pjesë e sigurimit të shtetit në atë periudhë kohe, dhe ai tha një shpjegim që më bëri kuptim. Unë tha, nuk i kam shërbyer sigurimin e shtetit, tha. Unë i kam shërbyer një institucioni që mbron të shtetin tim. Pra, deri diku ma ndryshoi pak perceptimin, se edhe unë isha shumë radikal, kam qenë si puna jote. Ma ndryshoi pak perceptimin që, shiko, jo të gjithë. Ai ka qenë punonjës i sigurimit apo bashkëpunëtor? Bashkëpunëtor. Bashkëpunëtori nuk i ka shërbyer shtetit. Sepse varet për çfarë ka shërbyer. Nëse ai tha, nëse ka qenë atë dheu në rrezik dhe ka qenë për shembull duke u djeg ose duke u vënë minat një kombinati. Ideja ishte se ishte një intervistë shumë e bukur, se këta individ që kanë qenë në Shqipëri nuk është se ka folë njëri për këto element. Dhe ishte një nga intervistat dhe një mezi e kam gjetur, po ishte një intervistat që më ndryshoi pak perceptimin. Pra, unë në fund të ditës tha, nuk është se mendoja në atë kohë që i bëja dëm X-it ose Y-it. Unë atë për kohë mendoja, tha, që i shërbeja vendin tim. Dhe kur erdhën të më merrnin, tha, që më bën bashkëpunëtori, kishin thënë që shiko, ti i shërbej vendin tënd. Ashtu thoshin edhe. Dhe ishte nder, thoshe, që ti shërbeje vendit. Dhe unë kështu e kam marrë, tha, me naivizmin e rinisë etj. Po për të kthyer pak përsëri tek ajo çështje. Por një gjë më fal që po ndërpres, se ti e di ligjin si e ka bëu Gjermania lindore dhe Çekia. Ishte kategorik. Po ky njeri ama nuk hynte më në politik. Jo, vetëm jetën publike. Po tash jetën publike i lejohet, po duke pranuar që shikoj. Po e pranoj, shumë bukur, vazhdoi jetën tatë edhe këtu, këtë po them.
Nuk jetë, kurse këto e kanë dhe më të rënë se vazhdon kompromitimi sepse këto e mqefin më zotëri. Dhe sot e kësaj dite mas 35 vjetës janë kompleksuar. Dhe dhe flasin pastaj për rrëzim komunizmit dhe dekomunistizim. Po ti akoma nuk hap do dosjet. Sepse vetëm transparenca, dhe gara krijon sistem vlerash. Dhe bukur kush është që partia që ka pasur si flamurin e saj, betejën e saj kryesore i kishte aty brenda. Më shumë aty kanë qenë ata. Më shumë. Edhe duke që ka qenë një nga dy krah pa ne ishin më shumë. Një shaka e madhe nga ana Zotit Berisha, një djallëzi e tij për t'i përdorur gjitha individët. Ti e di shumë mirë se je gazetar u bën kaq vjet, ti e di shumë mirë që në 95-ën Berisha e ka akuzu direkt Azem Hajdarin për bashkëpunëtor sigurimit të shtetit. Është gazetar e Lindja Demokratike. Është RD-ja, po. E ka akuzu direkt si bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. E vërtet. Dhe nëse gjithsesi ne jemi tani në një situatë ku gati 35 vite më pas nga lëvizja të rinjve, ne nuk kemi më të rinj në Partinë Demokratike. Po këto është. Nuk kemi më të rinj premtues me përjashtim të disa figurave që nëse do mund të ndalem. Po nuk kemi më të rinj të cilët kemi të rinj që janë më të vjetër se të vjetrit si mentalitet. Kemi të njëjtin individ që është që të themelusit, pra është themelusi i partisë i cili është prapë ardhmja. Të mërshme. Dhe ky është një problem shumë i madh që ka një forcë politike. Javën e kaluar ishim në një vizitë në Izrael, ishim në Yad Vashem, dhe një nga tezat kryesore që ishte edhe atje që na tha dhe Guida, është një problem i madh, nëse e kaluar, thoshte, përplasen me të tashmen dhe pengon të ardhmen, atëherë ai vend, ai institucion, ai organizëm atëherë dëmtohet. Po dëmtimi është një mënyrë të pariparueshme për një periudhë të gjatë kohe. Pra nëse është shkuar, përplasen me tashmen dhe bllokon të ardhmen. Pra kjo ishte motoja që përdorte Izraeli në të kundërt. Shumë e bukur. E shkuara, përplaset me të tashmen dhe bllokon të ardhmen, e vërtetë është. Dhe ne kemi bllokuar të ardhmen pikërisht me këtë. Dhe kjo më ngeli në mendje shumë nga gjithë ato gjëra që me shumë të tjerëve që u thanë atje. Pavarësisht asaj, ti e shikon, Ervin Saliani është një deputet i cili bëri dhe burg për partinë, sepse nuk e kishte kaos personale. Dhe e ngretën në mit, pastaj e menjëruar. E ngretën në mit dhe tani i thotë që ka personale, shumë. Kupton sa seriozitet mund të ketë kjo parti. Brenda një kohë shumë të shkurtër edhe ai do dalë i shitur. Po ka dalë already. Sepse gjithsesi u tha që shikon, ju nuk e dini se për kë punon ai, do të duket më vonë tha. Ky që e majtën e ro kur hynin burg. Domethënë i bie që ai ka thënë ka bashkëpunuar me Ramën, ka bashkëpunuar me oligarkët që të bënte burg, që burgu është një gjë shumë e rëndë. Shumë e rëndë, pa shëtitje në plazh që mendojnë shumë. Dhe pastaj i kishte thënë shikoj unë do të dal dhe më pas do synoj të marr PD-n. Pra që këtu tregohet që është mentalitet ende i vjetër dhe bën sens sepse zoti Berisha po të bëj një hapje të madhe të kësaj force politike, i duhet që në fund fare nëse ti ndryshon të gjithë njerëzit përreth vetes, do të ndryshosh edhe veten pastaj. Po. Dhe kjo është arsyeja që ai unë nuk besoj që do ta ndryshojë. Jo me këtë strukturë që i ka edhe të bëj hapje, kush i afrohet? I afrohesh ti? Jo. Se që Shqipëria ka nevojë për një opozitë sot ka. Sepse edhe arroganca e pushtetit pikërisht nga kjo mungesë opozite vjen. Nga mungesa e opozitës, nga mungesa e qytetarisë. Demalia, ne nuk dim emrat e ministrave. Kemi ministra që janë parlamenti është në gjendje katastrofë. Zin të flasin. Thot 2.800.000, 24.000, 15 e 12. 700.000. Po. 24.700.000. 24.700.000. E kupton, domethënë është një skandal i madh dhe këtu ka përgjegjësi dhe majoranca, sepse pavarësisht se kemi një parti demokratike e cila është e dobët dhe që nuk hapet dhe të rinjt i mori hodhi mish për top. Pra mori të rinjt që ishin cisor, siç ishin në Shkodër, një djalë Tedi Kopiku e mori futin listë hapur. Mori të rinj të tjerë në Tiranë, i mori futin listë hapur. Pra nuk pyeti fare, ata që ishin me eksperiencë politike, që kishin përfituar nga PD-ja, i mori futin gjithë listë mbyllur. Pra kemi një situatë të tillë problematike. Po kjo nuk do të thotë që Partia Socialiste të ishte me të njëjtin model. Mori të vjetrit i futin listë hapur, meqense kishin përfituar më shumë dhe të rinjt i futi ata të rinj që janë i futin listë mbyllur, por janë të rinj jo cisor. Janë të rinj të cilët mund të thonë diçka në një auditor, po janë të rinj që nuk e mbrojnë dot punën e tyre. Janë të rinj që nuk flasin dot.
Dhe pavarësisht se është një ditë si kjo e sot me 8 dhjetori që i takon, po themi simbolikisht Partisë Demokratike, po kjo i takon gjithë rime, nuk është se është dita e PD-s. Po jo, aty ka qenë edhe Pandeli Majko, ka qenë dhe Ilir Meta. Pra, edhe këtu e ka marrë si prom PD-ja, Salio, e ka bë Salio prom, si çdo gjë. Gjithsesi nuk i takon vetëm atij, i takon të gjithë rinis ose politikës. Dhe fatkeqësisht shikoj që gjithë politika me të rinë çalon. Pra është nga dy krahët. Nga të dyja krahët, po patjetër, nga dyja krahët, sepse ka Partia Socialiste të rinj, po i ka të rinj jo cilësor. Unë nuk e kuptoj dot, sepse e kam shumë të vështirë, si mund të thot kryetari një partie që unë e zgjedh një individ se është shumë i mirë. Po ti e zgjedh se është shumë i mirë, po ndërkohë baza se ka dëgjuar një herë të flasi. Opinioni publik nuk e ka dëgjuar një herë të flasi. Pra si është i mirë një individ që nuk mbron dot veten e tij? Ore thonë publikisht, politika se ti e di. Politika ka dhe aspektin publik, ka dhe se mund të jesh njëri shumë i aftë si ekonomist. Po s'ka lidhje. Po nuk të voton njëri. Nuk të voton njëri. Pra, e pare duhet të jesh shfaq si njëri publik. Duhet të jesh shfaq me shkrimë, duhet të jesh shfaq me fjalë, duhet të jesh shfaq me karizmën. Pra ka disa elementë që të fut politika. S'mund të jesh. Për shembull ti Edi Rama e Sali Berisha mund të themi çdo gjë, po karizmën e kanë. As diskutoj. Jetën publike e kanë. Nuk kanë ardhur nga hiçi anonim, o Fatos Nano. Kurse ti sot i ke 3 çerekun, jo 3 çerekun, po 90% parlamentit nuk e di kush janë. Unë nuk e di kush janë, ti që je gazetar i vjetër, e di kush janë. Unë i njoh një pjesë, po i njoh për shkak se më duhet i njoh. Po dakor, se për shkak. Madje me batut i njoh sepse do më thot dikush, i di emrat e ndonjë deputeti dhe duhet që ti njoh që mos të dalë s'di emra. E para, pastaj. Jo se kanë një interes ose një vlerë. Gjithë kjo ka prodhuar parlament me adgju që është për turpe për faqe zezë. Dhe ka prodhuar një opozitë e cila insiston dhe ngul këmbë në të njëjtën retorikë për 12 vjetësh. Dhe jo që nuk ka rezultat, po shkon gjithmonë më keq e më poshtë. Ky është një tjetër problem, po pra jemi në një ditë e cila është deficitare politika me të rinj shqiptar. Dhe kjo tregohet, po marr prapë si referencë Izraelin, meqense isha në një vizitë. Bëm një vizitë në Knesset, që është parlamenti i Izraelit. Gëlonte nga të rinj Demolia. Ne kur them gëlonte. Në stafet e deputetëve dhe shumë deputet, po them nuk po hy pjesës politike, po hy pjesës administrative. Kishte diku të rreth 1000-1200 punonjës. Gëlonte nga të rinjt, me intershipe, me punë, pra ishin stafet mbështetëse, stafet juridike, stafet që kanë të bëjnë me aspekte organizim dhe mekanizma se si ti nxisin të rinjt. I nxisin të rinjt dhe i mësojnë jetën parlamentare, pra shumë e rëndësishme kjo. Të futesh në parlamentin e Shqipërisë është lenjë që është shumë e vështirë për të futur një herë, si vizitore, pastaj le të flasim për të rinjt të cilët do të mundet të bëjnë internship atje, të vinë nga jashtë dhe të bëjnë internship te parlamenti i Shqipërisë. Është e pamundur, nuk ekziston, nuk mund bëhet. Dhe kjo ka qenë ndër vite, nuk është se ka qenë tani. Pra, vetëm në Shqipëri hiqe dhe administrata tjera, është që një administrat, kur ti futet në sistem, duhet dalësh se s'bën në pension atje. Pra një njeri futet në sistem dhe del në pension për 30 vjet, për 35 vjet, për 40 vjet. Gjë që është e gabuar, ose duhet të jetë një model hibrid. Dakor, ti ke një bërtham shumë cilësore, por hiq bërthamën cilësore të administratës, duhet ta pasurosh dhe me element të rinj. Po jo, e di pse se ne nuk hym parlament dhe në politikë për të bërë. Ti e di shumë mirë, pjesa më e madhe hyn për të marrë atë 4.000 euro, 4.000 dollar sa është, 4 milion lekë sa e kanë. 4 milion. Po, plus telefonat, plus sekretarit, plus shoferin, plus makinat luksoze që nuk dim nga i kanë, zotëri ti ke qenë në Washington. Unë kam jetuar në Amerikë 35 vjet. Dhe ti ke senatorët e Amerikës. Senatorët, nuk po flas për kongresmenet, që vinë me makinat e veta, nuk kanë shofer, dhe kanë një sekretare në zyrë. Me makina amerikane, pjesa më e madhe, unë s'kam pa... Të lira, makina... Makina 50.000, 60.000 dollar, që i kanë me kredit. Që për standardin atje është një gjë... E kam unë makinën. Së nuk është standard. Chevrolet Equinox e kam unë, aq 40.000 dollar. Nuk është një gjë e zakonshme. E merr me pejmente. Dhe këto njerëz i parkojnë makinat aty. Këto janë me shofer, këto i pret shoferi. Kanë dhe bodyguard. Kanë dhe bodyguard, harrova bodyguardin un po. Kanë dhe telefonin, kush janë këta? Dhe këta hyn për të marrë këtë status. Plus që me këtë status dhe këta të opozitës i ke gjithë, hajde ti bëjmë ti bëjmë
atë jo ratingun, transparencën financiare. Pasuritë që kanë. Me biznes, një pjesë janë me biznes. Biznes, dhe marrin biznes dhe kur janë në opozitë. Pasurohen dhe kur janë në opozitë. Dhe disa prej tyre më ka bërë përshtypje, po them një batut Demalia, ishim në një emision me një deputet opozitar, nuk po ja citoj emrin, dhe tha që biznesi është keq, tha, ka taksa, ka probleme, i thash, po mirë, ju keni një biznes vetë, dhe si ka esu biznesi, mua më ka esu shumë mirë, tha. Se i paguas taksat atje. Tani, nëse të ka esur ty biznesi shumë mirë, i bie që tani, o ti ke tolerim, o biznesi është mirë dhe s'po thuat vërtetën. Pavarësisht se ka shumë probleme me taksat, me tatimet, me çdo gjë, pra kjo nuk duhet harruar, por për të dalë pak nga raste individuale, pra të rinjt janë të papërfaqësuar në Shqipëri. Dhe të edukuar keq. Dhe të edukuar keq, arsimi është problem, sporti është problem. Bravo, arsimi. Një tjetër, se duhet të citoj disa vende, po t'i themi, një tjetër vizitë që kisha në Gjermani, pash një fushë futbolli, në një zonë, në një lagje, ishin të paktën 5 fusha futbolli. Pra të rinë shqiptarë dhe nuk ishte kafe, të rinë të ishin gjithë kohës në punë, lëvizje, madje të rinë aktivitete sportive. Nuk ishin kohë as të pinin, as të hanin restorante. Restorante po të shikosh Gjermani, restorantet janë me pjesa më të madhe me njerëz të moshës tretë. Vetëm ata kanë luksin ose njerëz 50 vjeç, 55 vjeç, 45, pra që kanë një lloj standardi financiar krijuar nga vetë atyre. Ndërsa të rinë nuk kanë kohë, të rinë një fast food edhe ik puno. Ndërsa këtu të rinë i kemi kafene, nuk e nxisim të riun që të merret me sport, sepse nuk i kemi lënë fushën futbolli. S'ke terrene sportive, nuk ke biblioteka falas, ka nikur dhe ato zona ku ka pasur wireless falas për të punuar, ose dhe për argëtim, pra po krijojmë dhe një të ardhme shumë problematike, se përveç çfarë është bërë në vitet 90, që ka rëndësi dhe një pjesë e madhe tashmë po shkojnë deri moshës së pensionit, të atyre që ishin në krye të lëvizjes, për shembull në Gjirokastër unë kam folur me Land Bacon, që ka qenë vërtet, atë mund ta quaj idealist. Për shembull, Landin ti e njeh. Është një idealist. Landi po. Landi është një idealist i përjetshëm. Po. I pandrejshëm, vetë dorëkepa. Vazhdon akoma është idealist, është i tillë, po ta kam fjalën që po ndrojnë gjeneratat. Dhe përveç asaj që u bë keq vitet 90, që lidhet tërësisht me politikën, tani kemi një rini e cila është apatike ndaj politikës. Pra nuk është se politika është më atraktive ndaj rinisë. Dhe kjo duket, përveç se politika nuk do t'i ketë shumë afër, edhe të rinë nuk duan t'i qëndrojnë afër. Ore, ka me që përmendë këtë punën e terreneve sportive, për të marrë një shembull, këtu ka biznesmen që i marrin terrene sportive për t'i bë pallate, dhe janë prish shumë terrene sportive. Por ka dhe shembuj. Ke Gazdemin, presidentin e klubit Partizani. Ai është përjashtim. Mori hapësirat, ka ndërtuar një kompleks sportiv që është në Europë, klubet e Europës më të mira nuk e kanë atë kompleks, me pishinë, me gjimnastik, me fushën, me gjitha, dhe tashti po merr një pjesë tjetër dhe do të ndërtojë edhe ato 3-4 fusha futbolli. Kur atje po të kishte dikush tjetër, do të bonte këto vilat që bëjnë jashtë Tiranës njërin në tjetrën. Pra, ai është përjashtim. Po ky përjashtim, pse nuk merret si shembull dhe pse ne nuk e krijojmë si model? Jo, unë jam dakord. Pse nuk e krijojmë si model? Kurse të tjerë i kanë pas fusha futbollit, kanë pas anekset, po t'ja stadiumin Selman Stërmasi. Aneksi u bë pallat. Edhe aty është aneksi u bë pallat. Edhe aty është dhënë leja për kulla. Pra po s'dhën leja për kulla, e kuptoj çfarë merri, në vend që të marrim si shembull këtë, i cili merr toka dhe un ku ta gjej biznesmenë të tillë që marrin prona të shkatërruara që i kanë njëjtë ushtrisë dhe i kthejnë në ambiente të tilla sportive, po bën një klub modern aty. Në perspektivë ajo do të jetë klubi më modern në Shqipëri. Edhe në Europë. Ka qenë gjithmonë Partizani. Po, siç ka qenë gjithmonë, edhe po them dhe në Europë kur të përfundoj siç e kanë idenë ato, është po edhe tashti ka bë hotelin, si hotel me 5 yje, me mens, me gjitha në njërin nuk ka një klub tjetër. Te Partizani në vitet 2000, pse kam qenë i rish, i vogël, po e mbaj mend, ka qenë hotel, restorant, ka qenë. Ka bë hotel, restorant, gjitha me të gjitha ambientet, me të gjitha kushtet. Dhe kushte jo kështu sa me kalu gojën. Dhe prap pse s'marrim të shembull? Po të kishte marrë biznesin tjetër, do ta bëjte ndërtesa. Jam dakord edhe unë. Sepse terrene sportive, kultura sportive është largu, kultura sportive në Amerikë, në perëndim që thatë ju, është kështu,
është një kulturë që i merren gjithë njerëzit me pishina, i ketë gjithë ditën sport njerëzit. Të mëson dhe sportit krijon mendje të fortë, dhe sportit krijon edhe rezistencë si njeri. Disiplinë, shëndet, të mëson me shumë gjëra. Mo disiplinë janë rrallë. Dhe pra, si na gjen ky 35 vjetor i 8 dhjetorit ditës së rinis, na gjen në një pikë shumë të ulët, pra, konkluzioni, thelbi, na gjen një pikë shumë të ulët për rini shqiptare, një rini pa shpresë, e pa dëgjuar, mbi të gjitha, një rini e pa vlerësuar, dhe mjafton të shikosh edhe se si funksionon pjesa që ka të bëjë me shtetin, që ka të bëjë edhe me privatin, një pjesë e madhe, dhe një rini nuk do e thoshe e pa shpresë, sepse në përgjithësi shqiptarë kur ikin jashtë shkëlqejnë, po një rini e cila nuk po i gjen veten në vendin e saj. Dhe ky është problemi më i madh. Mos gjesh veten në vendin tënd, krijon një zhgënjim, një dezilusion i cili i detyron pasaj që të largohen, sepse efekti është zinxhir. Pra ti shikon një klasë politike, se fillon nga ekrani, shikon opozitën që të rinë nuk e gjen veten, madje përdoren dhe më pas harrohen. Shikon një qeverisje e cila të rinjt i përdor, po nuk merr të rinjt mësisor, por merr ata të rinjt të cilët janë më të thjeshtë përkulshëm. Edhe i merr ata, i ngrënë në pozicione, i bën dhe deputet, ndoshta i bën dhe zëvendës ministra, disa mund të jenë dhe ministra, dhe pra imazhi që përcillet është një imazh shumë negativ. Dhe një ministri që ishte për rinin dhe për fëmijët u shkri. Pra unë nuk e di kush merret sot me rinin. E kam dhe pyetje publike, kush merret me rinin në administratën publike shqiptare, pra në hierarkinë e shtetit shqiptar. Pra mund të jetë drejtoria të Ministrisë së Arsimit, po ajo ka të bëjë me rregulla si bën provimet, tjetra, po nuk ka të bëjë me terrene sportive, nuk ka të bëjë me pjesën që ka të bëjë anën edukative, rekreative. Pra nuk e di se kush merret, kush e trajton këtë gjë. Por nëse ikën rinia, pastaj i bie që në fund ditës kush do jetë e ardhmja, se dakord, këto 35 vite ishte faza e tranzicionit, faza eksperimentale. Ja, nuk mund të quhet tranzicion 35 vjet. Tranzicioni 10 vjet do të ishte e quajmë Demalia, ja, dakord, mbyllim syt. I mbyllim syt, themi dakord. Po ti falim këto 35 vite. Por çfarë ndodh nga këtej e mbrapa? Pra është pa imagjinueshme. Kjo është pyetja. Kjo mungesa. Ka ndodh nuk mund të rrin, po çfarë ndodh më? Po pikërisht lidhet me atë Arber që thashë në fillim, kur nuk ka transparencë, kur nuk ka garë, kur nuk ka vlerësim, nuk ke sistem vlerash. Dhe ajo që avujmë në sot, që thot ju për arsimin me drejt, a kuptot ashtë që ke dekan fakulteti një njeri që nuk thot do të dhe, thot le. Po me plagjatura. Që nuk do të thot qfar. Edhe e shkru pashu. Po kur i kemi plagjatura pastaj. Pastaj le me plagjatura. Lene dhe si se ka shku aty ku s'ba ma. Në Gjermani u kap presidenti me plagjatura. Dhe një njeri që është i pregatur. Dha dorëheqjen. Po e marrë. President. Dha dorëheqjen. Ndërsa këtu kapen pedagog, kapen po çat dushme. Dekan, rektor, etj. Pra është një situatë. Ai që e nin veten kualifikuar ndjehet i fyer dhe thotë çfarë bëjmë se nuk mund në një njeri me një nivel të tillë të komandoj mua. Megjithatë Demalia unë nuk e shikoj të pashpresë. Jo, pashpresë është, më pavarësisht ne jemi kritik për ta bërë më mirë. Patjetër. Jo nuk e shikoj të pashpresë, madje gjithmonë kam një teori time. Se edhe largimi nuk është zgjedhje, ti e di shumë mirë, unë e di se kam jetuar largimin nuk është sidomos sot, me çfarë po ndodh sot me krizën që ka sot Perëndimi, Amerika gjithë, nuk është më ai perëndimi, nuk është zgjedhje. Plus pastaj ti je shef që shpondon në Europën perëndimore, forcat e djatha ekstreme po vinë për pastrimin e emigrantëve, drekjen e birën në Amerikë, po e njëjta gjë. Dhe me shumë gjë që po demografik, në mënyrë të dhunshme ka prish gjithë strukturën sociale, shoqërore, kulturore të vendeve. Ti shkon në Londër nuk është më Angli. Edhe me shumë gjëra që po ndodhin perëndim dhe ekstremi i djathtë nuk është se ka shumë faj. Zëri një pjesë të qytetarëve. Por gjithsesi, për të kthyer pak të rinjt, dëgjoj Demalia, mungesa e vëmendjes ndaj të rinjve të kthehet në të kundërt. Pra nuk mund të kthehet, ndoshta e heqim pjesën e largimit, por në Nepal gjenerata Z bëri atë revoltën e madhe, një 14-15 vjeçar. Pra tronditi themelet e shtetit. Këtu u dhanë sinjale me protestën e studentëve vitën parë. Po kam përmenduar më se ku i ke ato djem. Shiko, gjithsesi, sinjalet u dhanë. Pra një gjenerat e bëri një lëvizje. E bëri një goditje, bëri një grusht në politikës. Por në Bullgari ka ardhur afër.
Gjenerata Z, po shumë bukur. dhe atje ishin apatik. Se e kam ndjekur pak me vëmendje. Nuk ka qenë një rini që largohej. Janë një lloj me problemet e Shqipërisë, por kanë një gjë të mirë që janë Bashkimi Evropian dhe kanë një fluks fondesh që deri diku mund të kënaqen dhe kanë atë pjesën e sportit, dhe kanë pjesën e terreneve sportive, pra e kanë ruajtur pjesën e arkitekturës komuniste. Por aty ka probleme të tjera që është influenca e Rusisë, që është ende shumë e fortë etj etj. Por Gjenerata Z e bëri. Dhe kush ishte, po themi, motoja kryesore kishin. Gjenerata Z po vjen për ty. Gen Z is coming for you. Dhe kjo ishte për gjithë klasën politike. Pra u dha shkëndija parë në Europë, se i kishin pak larg. Por mos harroj që mund të ndodhi edhe këtu nesër. Dhe mund të ndodhi një çarje aq e fortë. Ajo që kam bën mu këtu pesimist është që ne nuk kemi shoqëri civile të ndërgjegjshme për raportin ton komunitar. Nuk e bën shoqëria civile. Një minutë. Nëpërmjet shoqërisë civile përgjegjshme për ambientin ton komunitar, lindin pastaj ato elemente të cilët krijojnë këto fryma. Kurse ne kemi sepse dhe ato kanë një mbështetje të shoqërisë. Janë rrjete sociale domali. Dhe atje nuk e bëri shoqëria civile. Pra edhe unë jam pjesë e shoqërisë civile, të pjesa që ka të bëjë me gazetarët. Pra e kam një target grup të veçantë, nuk e kam target grup të gjerë. Nuk do shoqëri civile, po them si ndërgjegje qytetare, ne nuk e kemi. Qëndron, por ka një mënyra se si ne trajtojmë ambientin ton të përbashkët, mënyra se si ne hudhim plerat, mënyra se si ne ajo është edukat pastaj. Po ajo sepse nuk ti nuk reagon, unë nuk reagoj, ai tjetri nuk reagon. Janë të rinj dhe Malia që janë arritur që kanë kaluar fundjavën në Gjermani, në Francë, pra janë të rinj të parë, janë të rinj të lexuar, është klasë adoleshente deri diku dhe rebele, se një pjesë shikoj, nuk duan t'ia dinë fare për politikën, por ka një gjë. Ai është një moment, është një vrull i cili mund të të vijë aty. Dhe mua nuk më shqetëson fare nëse vjen ai vrull. Mua më shqetëson që nëse ndodhin situata, unë nuk besoj që ndodhin në Shqipëri, po nëse ndodhin si Nepal, që digjen e bëhen, pra i bie që ti e shkatron dhe atë gjithë vogël që ke ndërtuar. Prandaj rinis duhet i kushtosh vëmendjen e duhur, do t'i hapësh valun e askarkimi. Po patjetër mos përballesh me revolucione, se mund përballesh me lëvizje asnjë gjë të keqe. Dhe siç e the ti, revolucione që mund ndodhin sot në gjithë botën, siç e the ti me të drejtë, pra ndodhi në vitet 90 që njerëz që ishin problematik u futën në sistem dhe e bën sistemin çorap. Dhe ky është shqetësimi më i madh që unë nuk e se kam, po më shkon mendja. Nuk kemi në ato kushte. Nuk kemi në ato kushte, por asnjë nuk i dihet. Ja, po megjithatë kushtet e një pakënaqësie popullore është në gjithë Europën perëndimore, nuk dim akoma ekzistencën e Europës, si po shkrim. Aq më tepër kjo me një Trump i cili është bën komplet anti-europian, nuk më shqetëson. Ka interesat e veta, është Kina problemi. Deri diku ka një farë të drejtë, se meqense unë drejtoj një shoqat gazetarësh europian dhe jam kontakte të shpeshta edhe me ndërkombëtarët, Europa është pak e vjetër. Europa është pak ka ngelur pak mbrapa, edhe në perceptimet e saj se si bën gjërat, është pak bias, pra është paragjykuese. Pra unë kam një shoqat gazetarëve europian dhe her pas here shikoj përplasje mes anglezëve dhe gjermanëve. Pra interesat e tyre personale një prevalojnë mbi interesin e përbashkët. Gjë që në Shqipëri nuk e kemi. Por Europa ka probleme, nuk është se Europa, bota gjithë ka probleme. Po flasim me qenë se njohim pak më mirë. Është e vjetruar, problemi është lindin më fëmijë. Ja. Ndryshimet demografike kanë prish gjithë skemën e pensioneve për shembull, po shikoja në Gjermani, po mbahet në këmbë nga një pjesë e madhe nga emigracioni. Pra ata nuk e mbajnë skemën. Në anën tjetër fillon ekstremi djathtë do të largojë emigracionin. E njëjta gjë në Amerikë, që ky do të bllokojë Meksikën, por Meksika bë gjithë punët e rëna. Ndërkohë protestuesit pro-Palestinës i kanë bllokuar tregjet e Christmas, e Krishtlindjeve, që ata kanë një traditë ndoshta edhe shekullore, pra po përplasen kulturat të importuara, po i prishin punë në kulturën e vendase. Por ndërkohë, ata janë të domosdoshëm sepse mbajnë ekonominë në këmbë. Pra është një sistem i cili është shumë fragjil, shumë i dobët. Shumë fragjil dhe pra ne nga momenti në moment mund të shëmbet. Thyet shëmbet edhe krijon kriza ekonomike, inflacioni që ka. Të gjë do doja që të mos ta kishim në Shqipëri, prandaj them, ne kemi mundësi. Dhe me qenë se e filluam të rinjt, ta mbyllim prapë të rinjt. T'i japim të rinjve mundësinë.
t'i krijojmë mekanizmat që ata të jenë pjesë, të ndihen pjesë, mos të ndihen të përjashtuar. Por ta fillojmë që ajo që është e rëndësishme, ta fillojmë që nga argëtimi, të rinj duan të argëtohen. Pa. Duan sport, duan muzikë, duan kulturë. Do të krijosh hapësirë më dha. Krijoj hapësirë, Do krijosh hapësirë. Pastaj jepi edhe hapësirën për të qenë pjesë e instancave të Padyshim tjera. se funksionin e ardhmja e fundit, po nëse ke një të ardhmë të pa edukuar me Por për momentin gjithë politika deficitare. Herbër, dy pyetje të shkurtra për çështjen e Ballukut dhe çështjen e Erion Veliajt. Nesër Balluku do të jetë gjykatë kushtetuese, Velia në GKKO, gjykata kushtetuese rrëzoi vendimin e presidentit, pra njihet akoma si kryetar i Bashkisë Tiranës. Çfarë po ndodh dhe ç'do të ndodhi? Është një situatë e paprecedent për hir të së vërtetës. Unë hyte njerëzit që nëse ka një akuzë penale ndaj një individi, ata duhet të japin dorëheqjen vet. Por nëse ka instanca të drejtësisë, të cilat e konsiderojnë të pajlishme një pjesë të ngarkesës ligjore, të vuajtjeve ligjore që ka kaluar ai individ, këtu pastaj duhet të ketë përgjegjësi edhe nga ata që marrin vendime të tilla. Që do thotë, duhet ta elaboroj pak këtë gjë. Nëse kemi rastin e zotit Veliaj, neve të gjithëve na ka rënë në sy një gjë. Zoti Veliaj ka patur një izolim ekstrem. Pra, unë jam të ata njerëz që them të gjithë zyrtarët e lartë duhet të hetohen dhe në fund të gjykohen. Patjetër të vuajnë dënimin nëse kanë bërë shkelje, kanë bërë korrupsion, akuzat që kanë. Por të gjithë meritojnë një proces gjyqësor të drejtë. Nuk mundet që një njeri akuzuar për vrasje të takoj njerëz në burg si të doj, dhe një njeri i cili akuzuar për korrupsion, e rëndë është dhe korrupsioni, po nuk mund të krahasot asnjëherë me vrasjen. Të ketë një izolim sikur është një kriminal. Mos i lejojnë fëmijën më. Pra është shumë e rëndë. Mos lejojnë telefonatat. Kjo vlen për zotin Veliaj, vlen për zotin Meta. Pra, ka një gjë, kush është prapavia, si mundet të ketë një masë të tillë ekstreme, ose duhet të jetë shumë e bazuar, pra rrezikon jetën, rrezikon të vrasi lartqoft prokuror, gjyqtar, pra aty pastaj duhet ta izolosh komplet. 41 bis siç janë kriminalët e rrezikshëm të Shqipërisë. Por nëse nuk është kjo gjë, atëherë pse e izolon? Është një double standard, përse duhet kjo frikë një modeli shumë tutë, se ju tha drejt. Zoti Veliaj e tha shumë mirë, 9 minuta, kam pritur 9 muaj për 9 minuta. 9 minuta. E rënd. Tani ta dëgjojmë. Unë s'po them asnjë gjë, gjykohet, po ka prova, fakte. Po të mos ketë proces gjyqësor të drejtë, atëherë ty ta rrëzon nesër, e kam thënë do t'ia rrëzoj Strasburgu dhe sikur të jetë për procedurë. Po i Strasburgu dëmtohet ajo që është më e rënda, dëmtohet besimi që është ngritur në sistemin. Tash del dhe problem tjetër. Jam dakord për atë që thatë lidhje me Belindën që t'japi dorëheqjen. Jo, e kisha të përgjithshme. Nesër caktohet për mua, nëse është e drejtë apo jo pjesa që ka të bëjë ndaj qasjes ndaj zonjës Balluku. Por unë jam dakord me hetimin e një zyrtare. Padyshim. Jam dakord edhe kërkesën për të arrestuar, qofse ti si prokuror mund të ke prova. Por ajo që amum krijon një precedent të keq. Pezullimi nga një prokuror. Dhe nëse do të kalojnë gjykatë kushtetuese, kjo bëhet normë dhe pastaj kjo normë ky prokuror nesër unë Ilir Demalia e kam Inat Arbrin, e shkarkoj si antar qeverie. Arri deri kriminit dhe unë ti i krijon precedentin për të bërë grush shtetin nga drejtësia. Ky është problem. Darja pushteteve është ajo që ma balancat. Kjo është problem. Jo të japësh një pushtet absolut, njërit pushtet dhe vin këtë pikë, pastaj këtu unë jam me Ramën. Të marroj ky proces, mos lejohet ky precedent, nuk e di ç'vendim do të marrë gjykata kushtetuese dhe pastaj le ta shkarkojë ai Belindën të bëjë çfarë det me të. Edhe unë jam me ty. Pra, është hera e parë që një pushtet gjyqësori, nuk po hym emrit të gjyqësorit, imponon një pushtet që është ekzekutivi. Pra, nuk mundet, ka shkuar shumë larg. Ka shkuar shumë larg dhe kjo duhet jetë o shumë mirë arsyetuar, gjë që unë dyshoj, sepse deri tani, për hir të së vërtetës, me aq informacion sa unë kam, mund të rrëzohet nesër. Po aq informacion sa unë kam, në asnjë moment nuk flitet për transaksione financiare. Deri tani. Nuk e di çfarë do dali më pas, jetimi pasuror etj.
po deri tani nuk ka transaksione financiare. Ja, e kthej pa. Pra, nëse ne themi që ka vetëm procedurë të gabuar, dakord, hetoje, nëse e parashikon ligji, gjykoje, po të shkosh te pezullimi në detyrë të zëvendës kryeministrit, kjo është në hyrje brutale. Dërhyrje direkt brutale. Sepse nesër ti mund të pezullosh një gazetar, mund të pezullosh një biznesmen. Çfarë do të thonë, krijon precedent shumë të keq. Kjo nuk lejohet. Dhe aq më tepër siç flitet që mund të jetë një porosi nga ky po çështën nga det porosia. Ti futni një ngësht të jashtëzakonshëm shtetin shqiptar. Mua nuk në fund të ditës gjykoje, hetoje, nuk po themi asnjë gjë. Mo kërko procedura. Kërko dhe arrestim. Po kërko arrestim. Nuk ka asnjë problem. Por pezullimi është një gjë që nuk i takon. Është ndërhyrje arbitrare në ekzekutiv. Dhe kjo dëmton mua si një qytetar, kjo më shqetëson, se më ka thënë dikush në sa studio televizive, po ti je me këtë, je me atë, jo mos jam me asnjë. Ja. Po unë jam me të drejtën. Mua më shqetëson një gjë e tillë, sepse krijohet një precedent që për hir të asaj që është opinioni publik, ngarkimi që të jep opinioni publik, ti nesër merr dhe masa ekstreme për hir të opinionit publik. Po. Ndërkohë që ti nuk duhet të jesh i ftohtë te opinioni publik. Duhet të merresh vetëm në pjesën që ka lidhje me median. Kjo ka filluar si gjyqjet popullore, padyshim që në Shqipëri ka nevojë për investigime të korrupsionit, se korrupsioni është dhe është gangren. Pa tolerim fare. Ka procedura zotëri, ka procedura, se ti po shkejle procedurat atëherë do kjo që thatë ju, po të ndërrejmë gjykata popullore në këto atëherë na mori lumi. Se kjo po të krijohet ky precedent bëhet normë nga gjykata kushtetuese, ai nesër thotë edhe Edi Ramën, pezulloj. Gjë që nuk është normale. Jo, absolutisht. Edi Ramën atë cilin do kryeministri gjithë si e krijon normën. Se problemi është po e kaloi gjykata kushtetuese ajo bëhet normë thë. Mua nuk më shqetëson emri. Jo. E heqim emrin e Ramës, e heqim emrin e Ballukut, nuk më shqetëson fare, ta jemi sinqert me ty. Por ka një gjë, nuk mundet drejtësia të imponohet votuesit. Ja. Drejtësia është zgjedhur nga ligjvënësi. E njëjta gjë me Erion Velin, ishte i zgjedhur, hetoi në gjendje të lirë, sa raste kemi thënë që janë majori i Njorgut se e kanë përsëritur 1 milion herë. Sot e kësaj dite megjithëse është më major është në gjendje të lirë. Për hir të së vërtetës tash ka një gjë, dhe këtu ne themi ai standardi dyfisht. Nëse është e rrezikshme zonja Balluku, është e rrezikshme sepse ka firmën apo është e rrezikshme sepse është individ i rrezikshëm. Pra që do thotë ti, nëse shikon që ajo është e rrezikshme, duhet ta arrestosh zotëri. Jo ta pezullosh. Po. Sepse ti nuk e pezulluar Belinda Ballukun, ti ke pezulluar zëvendës kryeministrit. Ministrin e Shqipërisë. Tani, unë të bëj pyetjen ty si gjyqtar dhe si prokuror, kush është i rrezikshëm? Është Belinda Balluku apo zëvendës kryeministri? Nëse ti thua që është e rrezikshme zëvendës kryeministri, apo atë kjo është shumë e rëndë. I bie që zëvendës kryeministri është shtet brenda shtetit, që unë nuk e besoj. Asun se besoj. Pra, i bie që ka shumë gjëra që nuk shkojnë në këtë vendim që kanë marrë ata. Jo, jo. Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese të marrë vendimin e drejtë, edhe pse Rama të veprojë si det. Rama nuk më shqetëson fare Rama, nuk më shqetëson fare fati i zotit Rama. Mua si qytetar më shqetëson. Jo, në kuptimin të veprojë si det me Belinda Ballukun, që vendimin tim pastaj duhet ta shkarkoj, por kët si precedent nuk duhet ta lejoj. Nuk mund të shkoj kaq shumë një sistem ndaj sistemit tjetër. Dhe zotit Veliaj, dhe zotit Meta, se ne kemi harruar. Dhe zotit Meta, çfarë rreziku ka një individ i cili do të prishi provat për një ngjarje që ka ndodhur 12 vite më mbrapa? Me gjithë ato që kemi, në gjithë botën është këto, kjo nuk mund ta trajtosh, është kush është. Nuk mund ta trajtosh ashtu një njerëz që ka qenë president, ministri i jashtëm, dhe kryeministër. Dhe një njerëz që është Demalia ka një gjë, thelbi i masës së arrestit për një zyrtar është prishja e provave. Pra, unë të arrestoj ty se kam frikë që ti me njerëzit që ke prish prova. Hetimi ka marrë. Tani për zotin Meta flasim për një gjë që ka ndodhur 10 ose 15 vite më parë. Çfarë prova është pris? Nuk prish prova. Po pse për Velian, çfarë prova? Për zotin Velia, ata kishin frikë se intimidonte prokurorinë etj. Mbahen në vëzhgim zotëri. Zotëri, arrest shtëpie. Prokurorinë intimidon, Spakun intimidon për ditë Berisha, për ditë e për orë. Ajo, po kush është problemi? Për ditë e për orë. Kush është problemi? Se te zoti Berisha ata e çon fillimin e quaj normale këtë gjë. Po pra. Po kjo është bën dikush tjetër. Po kjo është që vën pikpyetje besueshmëri. Madje do them një gjë, po them një sekret. Më kanë thënë mua disa gazetarë që kolegë të mi që merr me Spak, kur filluam kishim çik kritika me Spakun, thoshin ore, pse jeni kaq kritik ju me Spakun se ju e keni mbështetur. I thash unë e mbështet akoma, po përse i djeg drejtësisë një kritike imja,
kritike shëndosh në fund të ditës, asnjë gjë personale siç e bëjnë një pjesë e kolegëve që janë të rreshtuar te Partia Demokratike, pse atyre quhet normale. Normale. Ndërkohë e imja quhet shqetësuese. Jo më zotëri, pse duhet të jetë kështu? Kjo pra është double standardi. Pse duhet të jetë kështu? Kjo është double standardi. Se kjo është ajo që dhe më shqetëson, Se ju thatë një gjë, do të jeni zëlum kur ka vrasje. Po tash këtu kemi, unë nuk e di ai ka bë Berisha, po kemi vrasje për inxhinierin, vrasje për Gërdesin, vrasje për për atë që e vranë në Korçë atëherë. Trebiska, Kosta Trebiska. Kosta Trebiska, vrasjen e atij hoxhës të Maqedonisë. Pra, dhe nuk kemi akoma një njeri të akuzuar për këtë vrasje. Kush i vrau këtë? Erdhën nga qielli i vranë. Po. Prandaj them dhe këto nuk paraqisin rrezikshmëri. Prandaj them Demalia që është një situatë pak konfuze që vjen nga drejtësia. Për të së vërtetës, kjo është shoqëruar edhe me disa thirrje që ata i kanë bërë që ty zgjatet mandati. Gjë që për mua ishte shumë e gabuar, sepse në fund të ditës ti institucion që zbaton ligjin. Dhe ligji thotë që jemi prokurori e posaçme. Prokurorët e prokurorisë posaçme, pasi përfundojnë mandatin e tyre, shkojnë pranë prokuroritë e rrethave. Pra nuk është se dalin në rrugë janë pa punë dhe nuk është se janë pa mbrojtje. Qeveria i dha dhe 3 vite mbrojtje plus, pasi lënë detyrën. Pra, përse një institucion i cili është totalisht kushtetues dhe ligji thotë je i posaçëm, e ke mandatin 9 vjeçar, kërkon zgjatje mandati. S'të takon, nuk duhet ta thuash. Që aty ke shkelur ligjin. Jam them moralisht, po them shkelje penale, të kuptohemi. Pra, dhe prandaj ka shumë nonsense me këtë prokurori. Pa folur pastaj për standardet që nuk i regjistrojnë etj. Pra, vërtet që ka nevojë pastaj edhe nxjerrjen e materialeve hetimore dhe bisedave private, sado edhe një kriminal. Ajo pastaj nuk qiten bisedat private me 100 ka flet, me 100 ka bë seks, me 100 ka hyp makinë, me 100 Jo, më keq akoma, nuk thua që kanë bërë seks, po aludohet. Ndërkohë që mund të jenë biseda shoqërore, po edhe për të bërë seks nuk është krim seksi. Po nuk e ruhet personaliteti i njeriu çdo. Por ta kanë fjalën që gjithë botën, edhe netimet përgjithësisht që biseda që janë sekret, bisedat private. Po nxjerrin sa biseda që aludohet për keq. Pra, është një lloj tendence. Kjo mua s'pëlqen. Po pra, edhe pastaj kjo bëhet tallavan nëpër banaqet e darkës, edhe bëhet gjyqi nëpër tallavat e darkës, edhe pastaj fillo gjyqi popullor dhe këto pastaj dalin si triumfatorë. Pastaj bëhet fakti kryer. Armalia, respekte, faleminderit.